ne të vumë ty o Muhammed në një rrugë të drejtë të fesë, pra ti pasoj ato, Koranin dhe Sunetin. E mos ndiq dëshirat e atyre që nuk din ahlul kitabet, sepse ata e ndryshojnë fen, ata e futën faktorin njerin librat e tyne. Ata i futën muzikat, instrumentet në shtëpi, në kishat e tyre, qore dhe musliman i bëjnë njëta gjona. Nuk bën bre subhanallah me garu muslimanin për xhamia tona, festat kombëtare mishtia të me kallëzu sa i shqiptar. Ja Allah. Mu që me boj pash me një xhami jashtë, e kishin bo himnin e kishin fut në xhami. Nuk është bre kjo subhanallah. Unë po flas shqip, këtë din që në shqiptar. Që ku me dalë unë m'ju kallëzu miletit, unë jam shqiptar, po shqiptar jam se shqip, po më shini të folë subhanallah. A është e drejt, mu qunë spital ti mi thonë, kur je në gjendje të smut, të hinë operacion, ka dole kardiolog, o kardiokirurg. Ti që përdojnë me ma bo smut, që përdojnë me ma bo operacion zemrën, ka dole, ku i ki flamurin? Ka dole njerë, kalzom një mërë që je shqiptar. Flamurin du me ma qita ty te salë operacioni. Qështu pi bjerë ke bon? Gjamit janë ibadete, ku ibadete bon Allahun subhanahu wa taala. A di çfarë vendimit mire posh, unë në Arabinë Saudite kishim pru, nuk lejohet në haxh flamura kombëtare, flamura politike, flamura të organizatave të ndryshme, nuk lejohet. Shtet, edhe ai ka flamurin e vet, që e ka la ilaha illallah gjelbërt, ama nuk lejon asnjë flamur, as Saudis. Pse? Se aty nuk kemi shku na për qëllime kombëtare, na kemi shku për qëllim me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Për qëllime kombëtare është e ruajsh gjuhën, e ruajsh kulturën, e ruajsh vendin, gjitha këto gjëra, apo edhe vendi është prej islamit me rujt. Qysh kanë thonë ulemat, më thonë që shahidi i ahiretit jetit nëse e mbron vendin, pasurinë e vendit tonë, e gjitha këto gjëra. Mirë, po mos mi përzis senet. Do thonë, xhamia tona më bo, me shti figura, fotografi, ku e diunës, to nuk shkojnë. Kjo është e gjitha të e një vetin inferior ka shi jo muslimanve, ata dhe me flamura edhe ti tash hajde të garojmë na. Mirë, në fe kemi të ndalu me fotografit mi pos në xhamia tona. Sot asaj dite që 1500 vjet, xhamia tona janë ruajtur nga fotografit. Këtu s'ka të bëj që jemi kundër figurave kombëtare, herojëve të ndryshëm ku e diune. Edhe babës tem nuk ja qes fotografi. Po as Muhamedit a.s. i cili është ma i dashni edhe prej vetës time. Nuk ja qes. E çka po lypti me qitë? Mirë, hajde ti pra masi je qaq kontar, pse ti në kish nuk e qetë fotografinë Adem Jasharit. Që qita? Se qetë sa i musliman nuk konë. Ti në kish ki idhuj, ki statuja, ki fotografi. Që i ki qitë Pjetër Bogdanit, qitet Adem Jasharit? Se qetë. Pse muslimani nuk i shek të sene? Do të me ditë. Adem Jashari kret familja ka vdek për çdo vend, apo? Hero kombëtar. Pse s'me qetë? Ti tash që po na thu që jam kombëtar unë. E shikni që është me një aspekt vetëm me sulmu islami dhe s'ka të bëj këtu me kombëtari.